Jared Fontani është një Amerikan që së bashku me nënën e tij kanë zgjedhur Shkodrën për të jetuar. Prej 2 vitesh ata ndodhen në Shqipëri ndërsa punojnë online nga distanca për një kompani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jared, 37 vjeç, një programues informatike, thotë se po i pëlqen Shkodra dhe mundet që të jetojë edhe më gjatë këtu. I vetmi dyshim që ka është nëse duhet apo jo të martohet me një vajzë shqiptare. I love Shkodra. It's great. It's a great city. Unë dua Shkodrën, është një vend i shkëlqyer. Unë e pëlqej të jem në male dhe në veriun e Shqipërisë. Kam jetuar në Vlorë fillimisht sepse kam ardhur që në vitin 2022 dhe më pas mësova për Shkodrën dhe për një vit jam këtu. Një vend i mrekullueshëm. Unë jam punonjës në distancë, punoj online për Amerikën nga Shqipëria në informatik si analist dhe programues dhe është shumë mirë të jesh këtu. Shkodra ka shumë gjë për të parë, është një vend shumë i lirë sa Amerika dhe jam shumë i entuziazmuar që ndodhem këtu. Mund të duket e çuditshme, por për mua Shkodra është më mirë se Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë vezët kushtojnë $1. Këtu nuk ka krime në rrugë, njerëzit janë miqësor dhe ka një atmosferë më të mirë si qytet, edhe pse dy vendet kanë ndryshime të mëdha. Për shembull, këtu njerëzit nganjëherë ecin të shmendur me makinë, kam mësuar disa fraza në gjuhën shqipe, gjë që më ndihmon. Ajo që më shqetëson është ndryshimi i orarit nga Shqipëria në Amerikë dhe nganjëherë më duhet që të punoj deri në 4 apo 5 të mëngjesit. Tashmë kam 2 vite në Shqipëri dhe mund të qëndroj edhe pak më gjatë. Një vajzë shqiptare për mua, ta shohim. Not married. We'll see. Nëna e tij, Kristi Fontani, 7 vjeçë, mendon se të ardhmen mund të ketë më shumë amerikanë që mund të vinë në Shqipëri për shkak të çmimeve të lira krahasuar me pagat amerikane që marrin, por dhe natyrës së bukur. He suggested that I come and travel with him. He's my only child. Djali im më sugjeroi që të vi dhe të udhtoj me të dhe unë pranova. Tashmë jemi këtu. Unë besoj se do ketë më shumë amerikanë të ardhmen që do vinë në vende të tilla si Shqipëria. Ajo që më pëlqen këtu janë njerëzit. Në Shkodër në përgjithësi ka një respekt për më të moshuarit, ndryshe nga Amerika, ku nuk është kështu. Shoh shumë njerëz që përdorin biçikletën, dalin për ecje dhe janë të qeshur, si dhe më kanë mësuar ushqimin tradicional të byrekut, që është shumë i mirë. E shoh vetëm që më do qëndroj gjatë sepse Shkodra më pëlqen, është një zgjedhje djalit tim, nëse do apo jo një vajzë shqiptare. Edhe pse e di se do më pyes, këdo që ai të zgjidh, nuk ka problem, sepse këtu ka njerëz shumë të mirë dhe nëse është i lumtur, për mua nuk ka problem, vetëm se duhet që të mësojnë të flasë një fjalë shqip pastaj. Can help me with the words more, so no. Në një kohë në Shkodër dhe Shqipëri vjen emigracioni masiv, për shkak të një jete më të mirë në vende zhvilluara, vitet e fundit numri të huajve që kanë zgjedhur Shkodrën për të jetuar dhe punuar ka njohur një rritje.